Ishte fillimi I shekullit të 20. Shqipëria ishte ende në hapët e parë të ndërtimit të saj si shtet modern. Në vitet 1920, thuhet se një diplomat shqiptar, Qemal Frashëri, solli për herë të parë në vendin ton një rjet dhe 2 topa volejbolli. Ishte një gest I thjeshtë, por historia shpesh nis pikërisht kështu. Në vitet 40, në Dardh, një mësues I quajtur Dimitër Këre nisi të mësonte nxënësve elementet e parë të volejbollit. Nga Dardha, loja u përhap në Korçë, fillimisht si zbavitje, si shplodhje mes miqsh. Volejbolli nuk ishte luks, ishte bashkim. Në vitin 45, një grup njerëzish me zemër të madhe dhe me vullnet të hekur vendosën që të krijonin Federatën Shqiptare të Volejbollit. Nuk pati ceremoni të mëdha, nuk pati stadiume moderne, por vetëm të ringjallnin buzëqeshjen e popullit të tyre. Ata nuk kishin fusha, nuk kishin topa, por kishin besim në vetvete. Dhe sot volejbolli është në këtë vend fal djersës dhe vullnetit dhe besimit të tyre. Volejbolli u luajt në obore shkollash, mes fabrikave dhe në fushat improvizuara, kur jeta mbahej me 2 shtylla të vjetra druri. Por çdo pikë e fituar sillte një formë të re gëzimi. Në gazetat e vjetra të kohës, në zërat e radios, në kujtimet e njerëzve, gjendet I shkruar një fillim I thjeshtë, por me shpirt të jashtëzakonshëm. Për fat mirë, më tan kuferit, të Gardhit, këndi Spartak ishte shtëpia ime. Aty isha I vogël, 5 vjeç, 4 vjeç, 6 vjeç e me radhë, por aty bëshin kupat e Robligës, të zhvillosh kampionati kombëtar. Dhe imagjinot është një djalë 7 vjeç, 8 vjeç, 10 vjeç, kur shikoje që vinë gigante volejboll shqiptar Super Yjet. Vinte shqipoje volejboll shqiptar Petin Murzaku, Super Yllit Harun Dajaka, Napoleon Lalla, Fatmir Meka, Gjoxhi Kona, Todi Koçi, Luka Prifti, qatë shikoje, Vokot Pola, në krah tjetër. I shifje kështu, po djemë të bukur, kreatyra, teporosur. Këto fotografi të vjetra, të varura mbi një rjet, nuk janë vetëm kujtime, janë bërthama e një historie që do të rritej, do lulëzonte dhe do bëhej legjend. Ishte mësuesi I edukimit fizik. Da I mlodhi ca djem ke shkolla, ke gjimnazion, edhe ca ke gjimnazi tjetër, edhe me atë dëshirën e të rijut, me pasionin e të rijut, me pasionin e sportit, dashurinë e sportit volejbollit, u ingranun me kampionate kombëtare. Dhe natyrisht është për të theksuar që deri në 1980-ën ndeshjet këtu në Elbasan zhvillohen në terren jashtë, të pluhur të kuq, si dhe në disa qytete të Shqipërisë. Çdo stërvitje ishte një akt besimi, çdo ndeshje një hap përpara. Këta ishin njerëzit që nuk kishin asgjë të sigurt përveç pasionit. Ata nuk e dinin se po shkruanin histori, thjesht po e jetonin atë. Të rritesh në një kolektiv, të fitosh një garë, të japësh dorë kundërshtarit edhe kur fiton dhe kur humb, është një gjë shumë e madhe. Unë pata fati mund të them që luajte në një skuadër si Dinamo, që Dinamo ishte një nga emblemat kryesore të jo vetëm të volejbollit, por edhe të sportit kombëtar në Shqipëri, me shumë sportistë nga të cilët mësova jashtë mase. Unë kam qenë arsimtar, puna që kam bërë kam qenë arsimtar I lëndëve histori, gjeografi. Kam punuar në gjimnazin Sami Frashëri dhe në gjimnazin Qemal Stafa. Kjo paralelisht me volejbollin, mësimdhënie dhe ushtrimi I volejbollit në përgjithësi. Gjatë viteve 1966 për herë të parë morëm pjesë në Kupën e Kampionëve të Europës dhe shortin arab për herë të parë me Italinë, me Virtusin e Bolonjës, të cilën e eliminuam. Në vitet 1972, gëzuam vendin e 4 në Evropë. Duke luajtur me këto ekipe, se tu kemi parë shumë dhe kemi mësuar edhe nga ata. Po mbaj mend edhe shërbimin me kërcim nga këto ekipe e kam mësuar, se ne nuk e njihshim, nuk e servishim dhe unë nga që e pash,
Thash, e fillova ta stërviz vetë, që futa shërbimin me kërcim. Voleybolli në dallim nga sportet tjera ku përgjithsisht marrin pjesë njerëz të cilët janë fizikisht mirë, edhe voleybolli kërkon fizik, por gjithsesi është pak më me finesë, pak më elegant, edhe dallon nga të tjerët. Po t'i veni re, do të thënë një ekipet përgjithësi të voleybollit kanë në pjesëmarrjen e tyre shpesh njerëz me arsim të lartë. Ne u stërviqim 2 herë në ditë dhe jo rastësisht kena arrit nivele të larta, pasi 5 orë të stërvitesh në ditë, domethënë që janë shumë orë në javë, në muaj e për vitet tona. Prandaj edhe rezultatet tona individuale edhe kolektive kanë qenë shumë larta. Kanë qenë shumë larta sepse jo vetëm ne si vllazëri, por edhe ekipet e tjera kishin të njëjtin mënyrë, të njëjtin model stërvitjet. Patëm ato hapat e mira të para në fillim me zotin Nëndon Kona dhe arritëm të fitojmë dhe Spartakiadën e 3 kombëtare. Ishte një risi për Partizanin se kthehesh mas shumë vitesh dominim të Dinamos. Saranda, qytet bregdetar, pak larg nga qendra, kur vinë ekipet e tjera, kthehen në një manifestim dhe sportistët ishin njerëz më të respektuar. Për kohën që flasim, ishim objekt i opinionit publik, ku ne kudo që hynim në hapshin dyrë. Dhe si të thuash, domethënë njerëzit aktimin më të madh e kishin sport. Dhe sporti më popullor në ka qenë voleybolli. Stadiumi i voleybollit të Sarandës me një kapacitet 5.000-6.000 vende ka qenë një fest, do të thënë 2 herë në muaj, një herë 15 ditë kur lozte butrinti në voleyboll. Po them që kishte për shumë sportdashës edhe nga sportet e tjera. Skuadrat nuk përfaqësonin më vetëm qytete, përfaqësonin karakter. Në këtë periudhë, talenti u zbulua, u formua dhe u besua. Edhe ekipet e vogla guxuan të ndëronin më shumë. Që për qytetarët e Elbasanit ishte gëzim i jashtëzakonshëm, sepse ne disa vite rresht luftonin për vend parë. Fitoret nuk maten vetëm me rezultate, por me guximin për t'u përballur me të mëdhenjt. Ndërkohë që rivalët ishin Dinamo, Partizani e asaj kohe, ne ecëm mirë, ishim një grup çuna që ecëm mirë. Volejbolli shqiptar po mësonte të besonte tek vetja. Në vitin 70 i mat merr ekipin e Dinamos, pothuajse nga zero, nga fillime amatoreske, dhe arrin që në vitin 72 ta ngrej Dinamo nga ai moment që ai e mori e solli nga kategoria 2 e solli në kategorinë e parë. Nga ai moment pastaj Dinamo e mori, siç dihet tashmë, profesori famshëm Krishtin Tartari. Pas 80-s kemi filluar të merrnim pjesë në kupat e kampioneve si klub, dhe atëherë filluam ato ndeshje të cilat vërtet për ne kanë qenë motiv që ne të stërviteshim më shumë për të arritur çdo vite më shumë dhe u tregua dhe vetë që ne krijonim kualifikime të një pasnjëshme brenda vitit, fitonim me ndeshjen e parë, me ndeshjen e dytë, pra ai që një fillim i mbar i një dinamoje që do vinte duke u rritur. Vitet 80 ishin vitet e emocioneve të forta. Sallat e sporteve mbusheshin, tifozët jetonin çdo pikë dhe fanella kishte peshë. Të ishe volejbolist në atë kohë, do të thoshte të mbaje përgjegjësi, të jepje shembull. Ishte një dekadë ku volejbolli u bë pjesë e përditshmërisë, e kujtimeve e krenarisë kolektive. Momente që nuk harrohen, sepse u ndjen nga të gjithë. Ndeshja që emocionuese me italianët, sepse që ndeshja e parë që bënim ndërkombëtare. Me Virtuosin e Bolonjës luajtëm në Tiranë dhe fituam. Fituam 3-0 dhe pastaj në Itali fituam 3-1. Profesorët e Dinamo me Panathinaikosin nga Kup Kampione. Morën edhe mua nga Tirana që isha 22 vjeç atëherë. E kam shumë dëshirë ta shoh edhe herë atë ndeshje. Besoj që ndeshja ime e jetës ajo ka qenë. Shorti, me thënë drejt, nga ka përplasur ekipe shumë të niveli shumë të lartë. Edhe Kana, edhe Torino ishin nën kampionet të Europës. I treguam publikut
në të dy qytetet Durrës dhe Tiranë, që volejbolli kishte mbritur në nivele të barabarta me Ballkanin. Pra ne kishim Bullgarinë, Rumaninë, Greqinë, Turqinë, pra i kishim pa problem dhe aty ne për pak vesh morëm vendin e parë, po na rafi Bullgaria dhe ne arritëm vendin e dytë, që vërtet një sukses. Me të vërtet ishte një rivalitet i fortë, por do të them edhe i sinqert. Ne stërviteshim 17 orë, unë isha në atë periudhë trajneri 17 orë dhe pastaj kalova në federat. Por ne stërviteshim 3 ekipe në të njëjtën sallë. 17 orë, Dinamo, Dajti dhe stërviteshim të gjithë paralel. Pak a shumë shifshim se çfarë bëjshin ekipet kundërshtare. Por ka qenë një periudhë me të vërtet e bukur se siç e thash më parë, baza e këtij aktiviteti ka qenë pasioni dhe dëshira për të bërë maksimume. Unë them që në atë kohë Dinamo bë promotore e voleybollit shqiptar edhe bëri një punë jashtëzakonisht të mirë pasi vuri në lëvizje qytete të vogla, si për shembull Krutja. Ishte një skuadër që neve kur të shkonim në Krutje duhet t'i bënim mirë sapet, pasi ishte një ndeshje shumë e ekuilibruar, edhe nuk duhet të shkonim që fitojmë thjesht, ishte e pamundur. Skuadrat e Mirditës, Rrëshenit, që edhe sot unë përshoh që po ngrihen edhe më bëhet zemra mal që shikoj edukator profesionist. Ndeshja e parë e kampionatit atij viti për Elbasanin qelloi në Pallatin e Sportit. Ne lushim me Korç, Skënderbeu. Dhe imagjinoni që ëndra jon për të luajtur pallat, po edhe korçarëve për të luajtur pallat se në Korçë ndihmë ftofët. Dhe pallati ishte po çash, themi neve kënena Elbasani. Dhe në ka dhani dru Korça në neshjen e parë 3-1, se kur vajtëm fazë e dytë në Korçë i rrafëm ato, ajo që ishte kuptohet që s'kishim provu një herë në një sallë të mbyllur, se ju e kuptoni më mirë se unë kumbimi i tifozave, i bërtitjeve, i inkurajimeve, ishte i jashtëzakonshëm. Shënon 2 pikë të tjera, duke mbyllur setin me rezultatin 16-14. Domethënë ishte një ëndër që unë e prekja çdo ditë me dorë në këtë pallat, që edhe tash që jap këtë intervistë më vjen të qaj, por e prekja me dorë këtë pallat. Shikoj ikonat e voleybollit shqiptar, që sot disa janë dhe disa nuk janë. Dhe kisha idhull Kiçolen, i pasus shumë i mirë, shumë autoritar, që i çoi Dinamo në majop më të larta, ai dhe shokët e tij. Ekipet e kombëtare të Dinamos në klub kampioneve patën rezultate shumë të mira. Sigurisht që këto rezultate shumë të mira ishin fruti asaj punës që u zhvilluan në vite nga trajnerët, që ishin jo vetëm trajnerë, po ishin edhe mësuesa, ishin edukatorët tanë, për vetë faktin që kaloshim shumë orë me ta. Ato jo vetëm që na përgatitin nga ana sportive, por edhe nga ana e formimit personal. Ishte fati i madh që unë rash në dorën e profesor Gjelës. Ishte një trajner shumë i veçantë. Që t'isha një klub apo një ekip tjetër, nuk do kisha arritur aq. E kam bindje këtë. Dhe profesor Vangelkojs, sot po i them, i të gjitha stërvitit, ja mere, ja shkruja, ai nuk e dine. Ai sot është në parajs atje me profesorët tanë. Tash si çdo familje shqiptaresh edhe nuk duan që të gjithë bëhen sportista. Për shembull, mamaja ngultë kam që unë të bëhesh artiste, fillova me baletin, po erdhi një moment që do shkojnë aty ku janë rrënjët edhe me të mbaruar 9 vjeçaren, 8 vjeçaren atëherë, direkt të futën volejboll sepse edhe të dhënat ishin për atë punë. Jo se isha keq, edhe ti isha mirë, por që ndikoj shumë sepse është traditë e familjes që ndiqet dhe nuk e nga shkon, po nuk vazhdove atë rrugë. Hera e parë që na ka thirrë federata për të marrë pjesë me kombëtarët e të rive në kohën e komunizmit, do të thoja,
ishte një nder i madh. Ishte një nder i madh. Shkonim, grumbulloheshim me gjithë shokët e vegjël në atë periudhë. Dhe ajo periudhë nga ajo periudhë kemi kujtimet më të mira dhe vazhdojmë dhe i mbajmë dhe sot me shumicën e çunave që kemi qenë atëherë pjesëtar të ekipit kombëtar. Jam grumbulluar me ekipin kombëtar që në 79 dhe në 81 me fjalë kam vjeta mama te kur morëm dhe unë ngrit flamuri shqiptar në Greqi. Kemi qenë patra të Greqisë. Ishte megjithatë emocion në 3 ishim. Dalja ishte me fjalë jashtë ishte diçka e mrekullueshme, por dhe atë frut që neve morëm nga ajo, nga puna që na boni profesor Vangjeli, i madhi Vangjel Koja, dhe kur ngrit flamuri, megjithatë ishte një rrënqellse. Erdhën vitet e vështira. Ndryshimet tronditën gjithçka, edhe sportin. Në 90-91 dhe në ra si kup kampione në Gjermani, në Stuttgart, mos gabohem. Ne aty, do me thënë, ishte çarja e parë, mbasi ne vajtëm 12 vajza dhe u kthyen 5 vajza. Palestrat u zbrazën, strukturat u dobësuan dhe volejbolli humbi mbështetje, por nuk humbi shpirtin. Disa njerëz qëndruan, pa zhurmë, pa dritë, por me bindjen se kjo histori nuk ishte mbaruar. Ishin vitet e heshtjes, por jo të dorëzimit. Me largimin e pjesës më të madhe të lojtarëve që ikin jashtë shtetit, remigracion për një jetë më të mirë, unë e fillova bashkë me të ndjerin Robert Çao, ngritëm që nga fillimi, duke mbledhur nga shkolla 8 vjeçare elementari, ato që nuk i bënte dot klasa sportive se u shkrin gjitha. Edhe patëm një lodhje, po dhe në kënaqësi se mbeti voleybolli Koçës gjithmonë në ato vende ku i meritonte. Se kam pas në mendje kur unë të ikja, edhe në 83 në kanë ata si të thuash më piketuan dhe më hodhën grepat pave shumë. Por unë nuk e kisha fare në mentalitetin tim që të largohesha nga vendi im. Dhe e shifja atë ardhmen time vetëm këtu brenda për brenda dhe me atë që arrita me Dinamon, me volejbollin jam edhe sot e kësaj dite shumë i lundës. Në këtë periudhë që neve kaluam në tranzicion, ishte një periudhë sakrifice dhe që të vazhdoje sportin atëre nga miqt, nga shokët, nga të afërm quhej një budallallik ta themit. Por pasioni na mbajti, puna që bënim për ditë. Kështu duhet të jetë. Një lojtar, domethënë që ka dhënë shumë për volejbollin, është mirë që ai pastaj të kthehet të japi eksperiencën e vet, mundin e vet, tjesën e vet për brezat e ri. Dhe kjo ka qenë dëshira ime që punova shumë vite. Vitet e tranzicionit lanë gjurmë të thella. Sporti humbi mbështetje, por jo kujtesën. Ne në 97-ën, natyrisht nuk kisha unë, por gjithë stafet që ne kishim, edhe trajnerët, kryesia që kishim, vendosëm që kampionatin ta vazhdonim, natyrisht me forma të reduktuara, por mes plumbave, mes bombave e mes pasigurisë së madhe. Ajsa në shumë momente kur unë kërkoja, kisha një ndeshje shumë të rëndësishme në këtë ambient në pallatin e sportit dhe shkoja në polici për të kërkuar 2 policë të vinin, të ishin të paktën si prezent, prezantonin uniformën, tu thonin kia jenë Terezia, po nuk jenë Terezia, si të kërkon policë sikur ne s'kemi si policë në rajon, prandaj dha bëhet zgjidhje ose mos e bëj ndeshjen. Ringritja e volejbollit shqiptar nuk erdhi duke harruar të shkuarën, por duke u kthyer tek rrënjët e forta të tij, tek vlerat që e kishin mbajtur gjallë për dekada, disiplina, puna dhe dashuria për lojën. Federata e volejbollit dhe volejbolli do të jetojë, sepse njerëzit janë kalimtar. Volejbolli është i përhershëm. Me njëherë mas lëvizjeve, mas luftës civile të 97-ës, diçka filloi për të stabilizuar dhe vitet 2000 pastaj normalisht edhe sportet morën veten edhe
filloi një farë stabiliteti dhe një farë zhvillimi në gjitha sportet dhe konkretisht në sportin e voleybollit. Pas viteve të tranzicionit, voleybolli fitoi betejën më të vështirë, fitoren mbi veten. Doli nga tuneli i heshtjes dhe nisi të marrë frymë sërish. Një frymë e re lindi për ata që donin sportin pa kushte. Dhe nderi që unë kam patur të jem si antare e ekipit kombëtar ka qenë me të mëdhenj, trajnerët Krishtik Tartari, Ilir Cirinaku, Adrian Gorenca, të cilët na dhanë edhe ata një pjesë të tyre në këtë kompeticion si lojtare të ekipit kombëtar. Fal punës tonë e morëm pjesë në shumë evente, në shumë kampionate, qoftë ballkanik, qoftë europian, madje edhe në eliminatorët e botërorit, që ishte një risi në vitin 2005 në Sheffield të Anglisë. Kena pas për koincidencë, ishte skuadra e parë me cilën kena luajtur, ishte ekipi italian, kampioni në Bosë fuqi. Kishte 3 muaj më parë ishte shpall kampion botës. Dhe ato realisht bën një figurë të keqe, sepse nuk na njihshin hiç fare se ekzistojmë dhe u futën lojë shumë vonë. Dhe na dhanë klasinë se lutëm. Kul me Italisë, me Gjorgjin, Xhanin, kampioni fresk fuqi. Çopoli ishte absolut. Kanë ekipe më e mirë. Rikthimi bani që edhe të brezat e ri fillohet të niqet më shumë si sport dhe të shtohet interesi për ta ushtruar. Jam nën me 2 vajza voleyboliste, patjetër dhe vetë voleyboliste dhe bashkëshorti im ka qenë voleybolist. Vim do me thënë nga një familje voleybolistësh. Unë jam ndjerë shumë krenare duke pasur 2 vajzat e mia për krah në fushë, duke bërë 50% të ekipit brenda fushës. Ne luanim të gjashta bashkë me shoqet e tjera, alternoheshim të gjashta bashkë dhe luanim domethënë me dëshirë, me vetmohim, me vendosmëri që të gabonim, sidomos ne të treja të gabonim shumë më pak. Është edhe përgjegjësi e madhe të ndash fushën me familjarë. Unë kështu e kam dirë të pak dhe. Është kënaqësi, po dhe është përgjegjësi. Gjithë punën, gjithë sakrificën, gjithë kontributin që kam dhënë, dua të vazhdoj ta jap tek fëmijët. I shikoj që kanë shumë interes, shumë punë, edhe besoj se kjo është një vazhdimsi shumë e mirë për sportin e voleybollit, që është shumë e rëndësishme për sot. Është bërë një punë shumë e mirë në akademinë tonë Mirdita, ku u shpallëm kampion kombëtar Shqipëria në vitin 2024-2025 pra këtë sezon, edhe për mua është një lumturi shumë e madhe që mora këtë arritje si trajnere. Një përgëzim do ta bëj për tifozët e qytetit të Rreshenit dhe gjithë Mirditës që ka qenë arma jonë kryesore për sa i përket atyre trofeve që ne kemi fituar me ekipin e voleybollit Mirdit. Është një aset që Mirdita e ka patur që nga vitin 1975 dhe do mundohemi që ta ngrim edhe më lart. Një grumbullim që kemi bërë para disa kohësh, kam konstatuar që ka çuna akoma të mirë me perspektivë dhe disa prej atyre që kanë qenë dhe do mundohemi të bëjmë më të mirën. Po duke punu me profesor Jani Melkën të ekipi kombëtar, kë do thoja ishin 5 lojtarë të Farkës, ke ekipi kombëtar edhe unë 6, po dhujtë gjysma e ekipit kombëtar ishin nga Farka. Ndjesha shumë mirë, ndjesha i plotësuar, do thoja një ëndër e bërë realitet, mos thëmë që e kaluar. Unë jam prapë atje ku linda te Partizani, mbas studentit, unë kalova te Partizani dhe kam 10 vite te Partizani. Kampionati i fundit ishte ai që ishte më signifikativ nga gjithë, që ndoshta ishte jo vetëm pasi humbir, po vetëm një set humbur. Partizani, Kupa e Shqipërisë. Një kupë natyrisht. Edhe shumë trajnerë tani që janë këtu në Shqipëri punojnë me metodën e vjetër. Unë kam qenë sportist i Partizanit dhe Dinamos. Edhe kur fillova në fillim me thënë drejtën, çka kisha mësuar ndej, u mundova dhe ke ekipi. Dhe arritëm që në fund, në vitin e tretë, pra në vitin 2018, ne të zinim vendin e tretë dhe cilëshim me medaljen e bronzit mbas 28 vitesh në Ligën e Europës.
Kur flasim për 80 vjetorin e voleybollit shqiptar, historia e sportit shqiptar, padyshim që trajnerët, lojtarët, ekipet janë në qendër të vëmendjes, por nuk duhet harrojmë që një element shumë i rëndësishëm i ndeshjes së voleybollit është edhe gjykimi. Për të patur një integritet, për të patur një zbatim të rregullave të lojës dhe për të patur një fair play, roli i gjyqtarit është shumë i rëndësishëm në ndeshjet e voleybollit. Për mua, si gjyqtar, gjykimi nuk është thjesht një rol sportiv, ai është shumë më tepër, është një trashëgimni. I madh, Koçi Gjoka ka qenë një ndër gjyqtarët e parë ndërkombëtar të Shqipërisë, i cili me shumë dinjitet dhe personalitet ka përfaqësuar në radhë të parë veten e tij dhe më tej voleybollin shqiptar, Federatën Shqiptare të Voleybollit në arenën ndërkombëtare. Më kujtohen shpesh fjalët e tij që më thoshte se gjykimi nuk është thjesht aplikimi i rregullave të voleybollit. Gjykimi është shumë më tepër. Duhet marrësh vendime nën presion në një kohë shumë të shkurtër, duhet të jesh i paanshëm, duhet të kesh karakter, personalitet, dinjitet dhe mbi të gjitha respekt. Respekt për lojtarët, respekt për trajnerët. Mesazhi im për gjyqtarët e rinj është i thjeshtë. Nëpërmjet punës, guximit, personalitetit dhe dinjitetit, rrugët e gjykimit do t'ju hapen. Por mos harroni, roli juaj fisnik është i shërbeni këtij sporti, të shërbeni voleybollit shqiptar. Fillimi i bashkëpunimit me Federatën Italiane që filloi me bashkëpunimin mes Federatës për zoti Plumbi, krijoi lidhjet e para me presidencën dhe mbështetja që kishim direkt, mbështetja nga Federata Italiane, ishte një hap i madh dhe i suksesi më i madh i kësaj federate. Domethënë një nder për ne dhe ëndër për të gjithë lojtarët dhe të gjithë pjesëtarët e federatave që kanë qenë para nesh. Dhe që do jetë një punë që do ta ndjekë dhe ata mbas nesh. Sepse furtut që ne po mbjellim tani me Federatën Italiane, duke sjellë specialistë të mirë, duke kujdes për ekipet kombëtare, që lojtarët tanë të kenë një trajtim ndryshe nga që kemi pasur ne, që ishte çdo gjë frut i brendshëm, është një hap shumë i madh. Komiteti Olimpik tashmë për vitin e 4 rresht ka një projekt që s'është bërë ndonjëherë në historinë e sportit shqiptar, ekipet sportive në shkolla, në voleyboll dhe në basketboll për vajza dhe për djem, ku kemi rreth 12.000 fëmijë, ku gjysma janë në basketboll dhe gjysmat janë në voleyboll, duke filluar nga mosha U8, U10 deri në moshën 17 vjeç. Këtë projekt ne zhvillojmë me 2 federatat tona, me Federatën e Voleybollit dhe të Basketbollit, ku ata kanë një grup ekspertësh që merren me trajnime, me hartimin e programeve të stërvitore të trajnerëve, me kualifikimet e tyre dhe me identifikimin e talenteve të reja, njëkohësisht edhe me gjyqtarët. Pra, kjo punë që ka bërë Federata e Voleybollit në këtë projekt është një bashkëpunim shumë i frytshëm dhe për Komitetin Olimpik. Kur rënjët janë të forta, historia nuk mbyllet, ajo vazhdon. Unë kam jetuar voleybollin dhe nga kjo anë e rrjedhës, ndaj kujtime dhe emocione me shumë prej protagonistëve të këtij dokumentari. Unë kam jetuar voleybollin si lojtar me ëndra dhe sakrifica. Sot jemi këtu nga ana tjetër e rrjedhës, me përgjegjësinë për të ruajtur këtë histori të voleybollit shqiptar dhe për të lënë brezave më të fortë se sa e gjetën. Ky dokumentar nuk është për të shkuar, as për tashmen. Ky dokumentar është për të mos harruar, sepse voleybolli nuk është vetëm fitore. Është njerëz, qytete, familje. Dhe për sa kohë kjo rrjet qëndron, do të ekzistojë edhe familja e madhe e voleybollit.